Përshëndetje të gjithëve, në këtë video sot kam menduar që të bëj një make-up tutorial, duke qenë se disa prej gocave më keni kërkuar një make-up, por disa prej jush më kanë kërkuar make-up të rënd. Dhe pse unë nuk kam mjaftu shumë make-up-e këtu në Spanjë që t'i bëj, sepse i kam lënë të gjitha në Shqipëri, por këto që kam do mundohem të krijoj diçka për ju. Kështu që vazhdoj me hidratimin e fytyrës. Së pari po vazhdoj me hidratantin që unë e kam ndruar, është ky hidratanti La Roche, që e kam bler këtu sepse po përdorja një të Nivea, që e kisha bler në Shqipëri tek Rell, por këtë e bleva në farmaci këtu, duke qenë se ai më mbaroi. Për të bërë një make-up të mirë, unë di që duhet të keni fytyrën të lartë, të pastër, edhe ta hidratoni mjaftueshëm mirë që kremi të mbajë sa më gjatë dhe make-upi të duket bukur. Në fakt unë kot po lyem, se nuk është se kam ku të shkoj, por thjesht po lyem për t'ju treguar ju në video. Tani do vë kremin e diellit. Edhe ky është nga La Roche dhe është me 50+ mbrojtje ndaj diellit, por është shumë i holl. Po edhe disa pika serum, është serumi i Nux. Unë kam pasqyrën këtu poshtë, por që herë pas here do shifem dhe aty që të di si ta bëj make-upin, se këtu në kamerë nuk duket mirë. Okej, sa po mbarova me hidratimin e fytyrës. Të bëj dhe pak buzët, ndërkohë që do bëj vetullat, sa të zbuten pak buzët. Ky është super, është një lip care nga Essenca. Është ky këtu. Edhe është me lule shtrydhe, është shumë i mirë. Edhe t'i mban buzët shumë të buta. Tani vazhdojmë dhe do vazhdoj direkt me vetullat. Po i ngri me këtë gjelin nga Got2b. Si që duket edhe në kamerë, ky është super. Është edhe për stilimin e flokut. Në fakt, për stilimin e flokut është, por unë e përdor edhe për vetullat. Edhe është 150 ml thot, por ky s'maron kurrë. Kjo është një furçë nga Sephora, që kam bler kohën e fundit. Bleva një set furçash nga që më duhej, sepse nuk kam pasur dhe më duhet për të bërë make-up të bukur. Okej, modi sa më janë bërë për të pastruar, por
ndonjë ditë tjetër tani. Duhet t'i lëj që vetullat të thahen mirë dhe pastaj t'i lyej. Mundohem të heq këtë pjesën që ngeli sipër e xhelit. Po vazhdoj të lyej syt, që as vetë se di se çfarë ngjyre do t'i bëj. Unë para se të lyej syt vendos gjithmonë concealer, pastaj pudër të thatë, që toneri të rri mirë. Okej, sapo e hapa. E pak me pudër të thatë, që është kjo. Në mënyrë që kur të bëhet kjo palosja e syrit, që është këtu, që është e rënë, mos të ngelet ajo vija tek toneri, sepse ngjan shumë shëmtuar. Dhe toneri ngjan i shpifur. Unë kam këto ngjyrat këtu. Kam edhe këto këtu. Po këto janë çik sipër më vonë. Por nuk e di këtë bëj. Apo të bëj kështu në ngjyrë tulle, me pak të zezë. A kam të zezë unë këtu? S'kam të zezë. Okej, s'ka gjë. Të mbaroj edhe njërë vetullat, pastaj po vazhdoj prapë të syt. Po si leva të dyja vetullat, po i krep pak me këtë furçën që të iki këtu në fillim dhe mos të duket e errët. Tani kjo nuk është një metodë e mirë, por për mua që s'di, kështu i bëj. Derisa të mësoj edhe unë. Tani do më duhet që t'i bëj me concealer që të duket forma, se kështu nuk duke një gjë. Kjo është furça e concealerit. Po i bëj me këtë Estée Lauder, sepse është më i bardhë ky. E ja, pra kështu duken vetullat. Po kalon dhe policia tani. Vetullat mbarova dhe tani do bëj syt. Nuk më ka ndalë aq bukur sa doja, por s'ka gjë se në fund të duken mirë kur të bëj të gjithë make-upin. Ndërkohë po vazhdoj me këto tonerat këtu. Dhe po marr këtë furçën. Si fillim po marr këtë këtu.
për ta bërë këtu të cepi njërë. Kjo do sfumuar mirë se ngjan kështu si njoll pastaj. Po bëj dhe anën tjetër. Gjithmonë kur do të bëj hije, filloj që nga kjo pjesa këtu, ku është kocka e syrit, edhe vazhdon duke përhapur. Kaq di unë për momentin. Duke hapur këtë pjesën kështu si cep, që të bashkohet me këtë këtu poshtë, që mund ta krijosh dhe këtu një hije. Tani s'duket mirë, por do bëj edhe ngjyrë tjetër. Sipër. Sa keq që s'kam të zezë, por do mundohem do bëj penel, se s'kam ç'a bëj. Tani po vazhdoj me këtë ngjyrën këtu. Po i bëj me të njëjtën furçë. Të shoh si do dali. Se furça tjetër s'ma përhap mirë. Është pak si kështu, si e madhe. Ta provoj. A ta provoj një herë me këtë. Jo, s'është për këtë punë kjo. Apo për këtë është. Ose s'po del keq. Po bëj si fillestare tani. S'është shumë keq. Apo jo. Ngushëllojmë vete. Duke qenë se ju s'më flisni dot tani, do më lini komente. Po vazhdoj me pjesën në fillim të syrit, do vë ngjyrë të hapur, që të duket bukur. Dhe të marr këtë furçën tjetër. Dhe po përdor kështu, si të bardhë. Sikur që kisha vënë ca xixa apo që dua. Po bëj edhe njëherë penelin, pasaj të shoh. Peneli është ky nga Kiko. Unë kapa dhe flokët, kam të rrequr syt që të bëj penelin mirë, se ndryshe nuk e bëj mirë. Edhe mos t'ju shgënjej juve. Kështu që po vazhdoj tani të bëj këtë syrin këtu njëherë, por unë do ta shoh te pasyra se në kamerë nuk do më iki dora shtrëmbët. Do ta bëj me syrin hap. Okej. Dhe tani duket në rregull. Dhe po ta mbar syrin hapur, është shumë mirë. Por unë gjithmonë peneli vetëm të bishtin bëj, nuk e vazhdoj deri në fillim të syrit. Po mendoja ta bëj deri në fillim, apo ta bëj edhe pak këtu.
Kam frikë se s'do më pëlqej edhe mos. Bëra një pikë. Jo. S'duket shumë tani, është më mirë. Apo që nga më bukur kështu. Më mirë tani. Se s'duket gjë se s'kam hedhur krem pudër, s'ka bluar asgjë pikët. Por në fund të dali bukur. Tani nëse unë do bëj edhe këtë tjetrin njësoj si ky, jam njësh. Nëse jo, jam kot pastaj. O, zot sa frikë, sigur jam në provim. Është drejt kjo apo është shtrenjtë? Që nga qik si kështu. Si e këthyr. Nuk e di, po këto që janë make-up artistet janë talent. Mendoj se kam punën më të bukur. Se për mirë. A janë njësoj? Apo s'janë? Nuk e di, njësoj po më duken. Ky është ende akoma pa tharë. Po i le kështu. Për të paktën nuk bëra kështu, është garravina. Gjysma të keqes. Se mirë janë mirë. Vazhdoj me pjesën time të preferuar, që është pudra. Krem pudër, më falë. Që ndryshimi. Këto të Kryolanit ishin bërë me ofertë, edhe unë porosita një tjetër që të ma sjelli mami Angelos kur të vi këtu në Spanjë. Sepse si që kam thënë dhe më përpara, nuk dua të ndroj me asgjë tjetër këtë krem. Dhe pse këtu ka firma më të mira se ky normal. Por unë mora një nuancë tjetër më të hapur, më duket? Po. Ka marrë natural beige. Sa ndryshon njeriu me krem pudër. Okej, tani jam një njeri tjetër. Nuk e di pse, por duket pak i zbardhur, por nuk është kështu. Është më mirë live. Pastaj gjë se do bëj dhe konturet, dhe sigurisht që do jetë më mirë. Do ta bëj pak me këtë fiksusin, spongjin, që të mbaj dhe më mirë. Po e lë pak të thahet. Ndërkohë këtu kam bërë një super rëmuj. Por s'ka gjë se rezultati do jetë i bukur në fund.
Okej, me kremin pudër mbarova. Dhe tani po bëj concealerin. Po këtu do të kem çik kujdes. Imagjino të dalë kështu në rrugë. Po e shoh këtu se kam frikë se do prish penelin tani në fund. Edhe pastaj ngela. Okej, tani me këto furçën e Sephora-s po e bëj të gjithë fytyrën me pudër të thatë. Që mos të më shkëlqej fytyra, por të jetë si matë. Nuk e di pse po duken kaq e bardhë aty. Ndoshta edhe nga dritat që kam përballë. Po lyej dhe qerpikët tani. Ky është i Kikos. Edhe ishte shumë i mirë, besoj se të duket ndryshimi. Sa po t'i lyej. Më duhen ja 5 minuta të mira tani. Nuk kam as atë kthysën e qerpikëve me vete. Kështu që do kem pak punë me këta. Duket ndryshimi pra, por unë do ta lë pak të thajë sa të lyej tjetrin dhe pastaj do t'i jap dhe një dorë tjetër që të bëhen edhe pak më të gjatë. Po jap edhe dorën e dytë. Sa mirë di që ti kisha të bërë. S'merresha fare me rimel. Tani ndryshuam pak syt. Do bëj konture tani. Tek pjesa ime më e preferuar. Atëherë konturet do t'i bëj me këtë të Kikos. Ky ka shumë pigment dhe është super. Dhe pak hundën, po pak thash po e po s'kam bërë shumë. Që si duket. O thot. Qa bëra kështu. Okej, rregullova.
tani do bëj dhe pak blush. Po bëj dhe këtë pjesën këtu që është ky highlighteri. Se më qenë ka bërë me plura dhe kjo. Se ky highlighteri shkëlqen, sa shumë e bëra. Kjo është super. Të dish t'i përdorësh këta, bën një make-up yll. I do bëj setting powder dhe jam në fund. Nuk e di u pëlqen juve apo jo. Po mirë është të shkeq. Që mos të shaj kohë tani. Kjo është ajo që i rregullon të gjitha. Sa të thatë pak pudra, lej dhe buzët me të shkëlqysin tim. Nga Kiko. Të gjitha nga Kiko i pas kam. Edhe Sephora. Ky ka një super shkëlqim, po më vjen shumë keq që në kamerë nuk duket. Ka xixa me ngjyra. Edhe sa keq që ishte i fundit, se do kisha marrë disa. Tani përhapim dhe pudrën. Edhe pak nga ky fiksuesi. Duket se do flej make-up sot. E kemi ardhur në fund të videos, edhe ky është make-upi. Kështu duket edhe nga afër. Është më i bukur në fakt. Vetullat s'janë gjë, po syt besoj se mirë janë. Edhe konturet janë super. Përgjithësi unë po shkoj edhe në balkon tani, që tu e tregoj me dritë natyral. Unë tani dola nga shtëpia sepse do shkoj deri në market. Dhe ky është, prit po ndaloj, ky është make-upi që duket në dritë. Natyrale dhe sepse këtej është ftohtë tani. Sepse nuk ka diell, po të kishe diell dhe dukej më bukur. Edhe prandaj unë kam veshur xhup. Tani po iki.